Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë konsumoni presh, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe diabetit tuaj. Preshi bën pjesë në familjen e qepës dhe të hudhrës dhe përmban shumicën e përbërjeve sulfurike të cilat rrisin ndjeshmërinë e aftësive detoksifikuese të mëlçisë, ndërkohë që neutralizojnë radikalet e lira. Këto të fundit janë ndër nismëtarët kryesorë të aktiviteteve të dëmshme të organizmit, të cilat preken indet dhe organet e njeriut. Preshi përmban gjithashtu antioksidant, të cilët quhen kafeferol dhe mbrojnë arteriet nga dëmtimet e rrezikshme. Përmbajtja e lartë e antioksidantëve bën preshin një ushqim të mirë edhe për mbrojtjen e organizmit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Preshi është një nga produktet më të mira ushqyese për shëndetin tuaj dhe mund të japë rezultate paraprake vërtet të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit. Edhe pse njësoj i dobishëm në ushqimet si qepa dhe hudhra, preshi nuk le aromë të fortë pas konsumit, por nuk djeg edhe aq shumë. Për këtë arsye është një ushqim ideal për familjen tuaj. Ju mund të përgatisni recepa të ndryshme me presh dhe gjithashtu mund të merrni përfitimet e tij adekuate në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Arsyeja e parë pse është e rëndësishme të themi që preshi, ndryshe nga qepa dhe hudhra, nuk ka aromë aq të fortë dhe tretet më shpejt dhe gjithashtu mund t'japë edhe një shije të veçantë ushqimeve tuaja. Sigurisht që ka vlerat e tij të larta ushqyese, por mundësia është më praktike në përgatitjen e recetave të ndryshme me këtë perime mjaft të shijshme. Në këto raste përfshiheni atë në sallata ose edhe në gatime të ndryshme. Ai nuk do të ketë të njëjtën aromë si qepa ose hudhra, por do t'japë rezultate mjaft të mira në ushqyerjen e shëndetit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Megjithëse nuk është një opsion i ushqimeve të preferuara për shumicën e njerëzve, preshi ka një vend të veçantë në kuzhinën e shqiptarëve, të cilët mund të datojnë që në kohët e lashta. Ai përmban nga 90% ujë dhe është një element shumë i rëndësishëm i një diete të shëndetshme e cila përmban ushqyes mjaft të vlefshëm në mbrojtjen e organizmit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Pasi ai përmban antioksidant, flavonoide, minerale, vitamina dhe elemente të tjerë ushqyes dhe ka pak kalori. Studimat laboratorike kanë treguar se alium, që përmban preshin, ndihmon në reduktimin e niveleve të kolesterolit dhe aktiviteteve të ndryshme bakteriale, antivirale, antifungale, cytohealth.com. Gjithashtu, alium zvogëlon ngurtësinë e enëve të gjakut duke zvogëluar presionin e gjakut, duke reduktuar rrezikun e sëmundjeve të arteries koronare. Falë përmbajtjes së lartë të hekurit mund të ndihmojë kundër anemisë. Është një burim shumë i mirë i elementëve ushqyes, të cilët janë vitaminat dhe mineralet, që janë esenciale për shëndetin tonë të përgjithshëm dhe gjithashtu përmban edhe disa vitalitete të tilla si peroksina, acide folike, niacin, riboflavin dhe tiamin. Të gjitha këto elemente bëjnë atë një nga produktet më të mira për të shtuar në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që do t'i ofrojë shëndetit tuaj, citon saj. Vitamina C që gjendet te preshi e ndihmon trupin e njeriut në rezistencën kundër agjentëve të huaj dhe shkakton gjithashtu edhe përmirësim të organizmit kundër problemeve të radikaleve të lira. Ndaj konsumi i këtij produkti në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një nga alternativat e çmuara në rritjen e përfitimeve të trupit, sigurisht edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Preshi është gjithashtu i pasur me minerale të tilla si kaliumi, hekuri, kalciumi, magnezi, mangani e të tjera. Ai gjithashtu përmban zink dhe selenium, dy elementë mjaft të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Konsumi i preshit shoqërohet me një reduktim më të mirë të problemeve të radikaleve të lira në organizëm, sigurisht që do të nxjisë edhe një shëndet më të fortë të organizmit. Ndaj, edhe konsumi i tij brenda normave të lejuara sigurisht që do të jetë një nga alternativat më të mira ushqyese edhe për mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Preshi është i pasur me ujë, me kalium dhe ka pak natrium, prandaj ai luan një rol diuretik.
Ai përmban gjithashtu komponentës qufurit, antioksidant, flavonoide që lejojnë atë të parandalojë disa lloje të radikaleve të lira si dhe të përmirësojë shëndetin tuaj në tërësi. Flavonoidi kryesor quhet kamferol. Flavonoidet që janë antioksidant mund të kenë në veti të mira antiinflamatore, antidiabetike dhe kundër radikaleve të lira, si dhe përfitime të mëdha për shëndetin e përgjithshëm. Prova e qartë e këtyre përfitimeve shëndetësore të preshit do të varet nga studimet e ardhshme, por megjithatë ai është cilësuar si një nga produktet më të mira për të shtuar në dietën tuaj të përgjithshme në rolin e parandalimit të këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Përbërjes qufurike të preshi. Përbërjet e qufurit të preshi shoqërohen edhe me alicin me përmbajtje të mirë kundër problemeve të ndryshme. Preshi është një burim shumë i mirë i vitaminës B, që luan një rol të rëndësishëm në energjinë në sistemin nervor, në sintezën e proteinave, në formimin e qelizave dhe të tjera. Gjithashtu ai siguron edhe një mbrojtje më të rëndësishme të mbrojtjes së shëndetit edhe parandalimit të komplikacioneve të tij. Përveç se preshi është një burim i mirë i vitaminës A dhe antioksidantëve, ai përmban edhe flavonoide, karoten, gjithashtu edhe lutein, element këto mjaft të rëndësishëm në parandalimin e komplikacioneve të trupit, gjithashtu edhe në rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Preshi është gjithashtu i pasur me vitaminën K, e cila mundet të zvogëlojë edhe rrezikun e osteoporozës. Disa studime sipas Delsite kanë cituar se marrja ditore e kësaj vitamine, kryesisht edhe nga konsumi i preshit, do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të kockave dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të rrisni përfitime në shëndet, shtojeni preshin vazhdimisht në dietën tuaj. Kjo do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të marrë këto element ushqyes. Preshi mund të mbahet në frigorifer për 2 ose 3 muaj. Gjethet e saj ndoshta do të zverdhen, por e bardha do të mbetet gjithmonë e shëndetshme. Ndaj edhe konsumi i preshit në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv edhe për shëndetin e përgjithshëm. Por tregoni kujdes. Personat në dietë me përmbajtje të ulët oksalate për të parandaluar përsëritjen e gurëve në veshka ose urinare nuk duhet ta konsumojnë preshin. Së fundmi, rastet e raportuara të alergjisë tregojnë se janë vërtet të rralla. Megjithatë, nëse jeni alergjik ndaj perimeve të tjera të njëjtës familje Allium, si hudhra dhe qepa, qiqërat, nuk duhet të konsumoni presh. Preshi është një nga alternativat më të mira të vjeshtës dhe gjithashtu mund të japë rezultate të shkëlqyera edhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm, duke nisur kështu edhe në parandalimin e problemeve të anemisë, inflamacionit dhe në shëndetin e kockave. Preshi ndihmon edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Preshi, si dhe perimet që kanë pak kalori, po ashtu me indeks të ulët glicemik. Këto perime pengojnë aktivitetin e amilazave, të cilat mbështeten në një sër funksionesh antidiabetike. Amilazë është ajo që thyen karbohidratet komplekse në sheqerna, gjë që shkakton hyrjen dhe rritjen e sasive të sheqerit në gjak. Ndalimi i kësaj enzime ngadalëson shpejtësinë me të cilën glukoza hyn në qarkullimin e gjakut. Preshi ka veti të mira diuretike. Kjo perime është një diuretike natyral që ndihmon në rritjen e sasive të natriumit dhe nxjerrjes së ujit të tepërt nga trupi përmes urinës. Diuretike natyrore janë të dobishme edhe për ata individ që vuajnë nga hipertensioni, për të ndihmuar kështu edhe në ruajtjen më të mirë të shëndetit tuaj. Preshi është një nga perimet më të mira edhe për shëndetin e kockave. Vitamina K që gjendet te preshi do të kthehet në një aleat të mirë në shëndetin tuaj kockor. Preshi është një mundësi e mirë edhe për personat që kanë inflamacione. Ka veti antiinflamatore për shkak të sasive të larta të vitaminave dhe antioksidantëve, të cilët në mënyrë efektive zvogëlojnë inflamacionet të lëkurës dhe të kockave. Kjo perime gjithashtu mund të ndihmojnë në menaxhimin e problemeve të cilat lidhen edhe me inflamacionin. Preshi është një perime shumë e mirë ushqyese edhe për personat të cilët kanë edhe luhatje të tensionit. Ndaj konsumi i saj në mënyrë të rregullt, sigurisht që do të kthehet në një aleat të çmuar në mbrojtjen e shëndetit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij, citon dhe Healthline. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.